Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsorën e së dielës së Larit, java e madhe. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. himni. Po na prin flamujt e mbretit, shkëlqen misteri i kryqit, ku vetë krijuesi i trupit është varur me trup në atë kryq. Ku mbitoj plagosur me maj mizore të heshtës, për të na falur mëkatet tona, derdhi një rëke gjaku. Dru e hishme dhe shkëlqyer, me purpur mbreti stolisur, nga trung fisnik zgjedhur, sa gjymtyr shenjtë e prekin. E lumen krah të rivarur, vlera gjithë botës, që u bë balancë e trupit, e i hoqi plaçkën ferit. Altar fli po ju falem, për lavdinë e mundimeve, se jeta mundi vdekjen, e me vdekje ktheu prap jetën. Të falem kryq, shpresë vetme. Në këtë kohë të mundimeve, shtoju hirin të drejtëve. Fajtorëve falu krimet. Ty gur shpëtimi, o Trini, çdo shpirt të lavdëroft, ata që me kryq shpëtove, ruaji për herë për vete. Amen. Antifona e parë. Krishti që i rrahur dhe i poshtruar, Zoti e lartësoi në të djathtën e vet. Psalmi 110, Mesia mbret dhe meshtar. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time, derisa ti vë armiqtë e tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtrin nga Sioni. Sundo me disë armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqimet e shenjta nga krahori para yullit të dritës unë të linda. Zoti ju përbetua, asesi do të pendohet. Ti je preft për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretrit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim uji do të pi prej përrojt, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Krishti që i rrahur dhe i poshtruar, Zoti e lartësoi në të djathtën e vet. Antifona e dytë. Të pastruar me gjakun e Krishtit, ti shërbejmë hyjit të gjallë. Psalmi 115, lavdi të vetmit hyj të vërtet. Jo neve, o Zot, jo neve, por emri tënd jepi lavdi, për nder të mëshirës sate e të besnikërisë sate. Se të thonë paganët ku është hyji i tyre? Hyji ynë është në qiell, ai bën gjithçka i pëlqen. Idhujt e paganëve janë argjend dhe ar, prodhim i dorës së njeriut. Gojë kanë e nuk flasin, sy kanë e nuk shohin. Vesh kanë e nuk dëgjojnë, mund kanë e nuk nuhasin. Duar kanë e nuk prekin, këmbë kanë e nuk ecin, zë nuk qesin prej gurmazit të tyre. Të tillë qofshin edhe ata që i punojnë, të gjithë ata që shpresojnë në ta. Shtëpia e Izraelit shpreson në Zotin, ai është ndihma dhe mburoja e tyre. Shtëpia e Aronit shpreson në Zotin, ai është ndihma dhe mburoja e tyre. Kush e druan Zotin, në Zotin shpreson. Ai është ndihma e mburoja e tij. Zotit i bjen ndërmend për ne e do të na bekoj, do ta bekoj shtëpinë e Izraelit, do ta bekoj shtëpinë e Aronit. Do t'i bekoj të gjithë ata që druajnë Zotin, si të vegjlit, ashtu të mëdhenjt. Bëv Zoti e u shumofshi ju vet e fëmijët tuaj. Ju bekov Zoti, krijuesi i qiellit e i tokës. Qielli është qielli i Zotit, kurse token u adhurojnë njerëzve. Jo, nuk janë të vdekurit që të lavdërojnë o Zot, dhe asnjë prej atyre që zbresin në heshtim, por ne që jetojmë, ne e bekojmë Zotin, tani e për gjithmonë e jetë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. të pastruar me gjakun e Krishtit, ti shërbejmë hyjit të gjallë.
Antifona e tretë. Mbi drurin e kryqit, Krishti barti fajet tona, kështu që të vdekur për mëkatin, të jetojmë për drejtsin. Kënga krahaso letrën e parë të Shën Pjetrit Apostull, kapitulli 2. Vuajtja e vullnetshme e Krishtit, shërbëtori të hyjit. Krishti pëstoi për ju duke ju lënë shembullin, që dhe ju të ndiqni gjurmët e tia. ai që mëkat nuk bëri dhe në buzët e tia nuk u gjet gënjim. Ai që i fyr nuk akmerej me fyrje dhe i salvuar nuk kërcënohej. Por ja lëshonte çështjen e vet. Atij që gjykon me drejtësi. Ai në trupin e vet i mori mbi drurin e kryqit mëkatet tona, Që të vdekur për mëkate, të jetojmë për drejtësi. me vërragët e të cilit jemi shëruar, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. mbi drurin e kryqit, Krishti i barti fajet tona, kështu që të vdekur për mëkatin, të jetojmë për drejtësinë. Leximi i shkurtër nga Veprat e Apostujve, kapitulli 13, rreshtat 26 deri 30a. Vëllezër, neve na ka qenë drejtuar kjo fjalë shëlbimi, sepse banorët e Jerusalemit dhe krerët e tyre nuk e pranuan Jezusin, dhe duke dënuar për vdekje, i quan në vend fjalët e profetëve, që lexohen çdo të shtunë. Edhe pse nuk gjetën në të kurfar arsye për të qenë dënuar, kërkuan prej Pilatit që të vritej. Pasi kryen gjithçka shkruan për të, e ulën nga kryqi dhe shtin në varr, por se hyje ngjalli prej të vdekurish. Përgjigjja e shkurtër. Ne të adhurojmë e të bekojmë o Krisht. Ne të adhurojmë e të bekojmë o Krisht, Me kryqin tënd shëlbove botën. e të bekojmë o Krisht. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Ne të adhurojmë e të bekojmë o Krisht. Kënga ungjillore Magnificat. Shkrimi i shenjtë thot: do t'i bie bariut e dhënë të tufës do të shpërndahen. Kënga Virgjës së Lume. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brohorit hyjit, shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqem mbi shërbëtorën e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasturit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Shkrimi i shenjtë thot: do t'i bie bariut e dhënë të tufës do të shpërndahen. Lutjet e besimtarve. Shpëtimtari ynë hyri në Jeruzalem që të vuaj dhe të hyjë në lavdi. Atij me lutje të përvujt i drejtohemi. Shenjtroje popullin të cilin e shëlbove me gjakun tënd. Shëlbuesi ynë, bëj që me agjerem sa më shumë të afrohemi vuajtjes sate që të fitojmë lavdin e të ngjallurit. Shenjtroje popullin të cilin e shëlbove me gjakun tënd. Bëj që ta fitojmë mbrojtjen e nënës, ngushëlluese së të pikëlluarve, dhe ta meritojmë të forcohemi me atë ngushëllim, me të cilin ti ne na forcon. Shenjtroje popullin të cilin e shëlbove me gjakun tënd. Shikoj ata të cilët për shkak të veprave tona të këqija s'mund ta vazhdojnë rrugën. Shko në ndihmë të tyre, ndërsa ne na përmirëso dhe na ndihmo që të jetojmë në drejtësi dhe me dashuri. Shenjtroje popullin të cilin e shëlbove me gjakun tënd.
Vetveten e përkule, duke u bërë i dëgjuar deri në vdekje, madje me vdekje në kryq. Jepu fuqi shërbëtorëve të tu, që të jenë të dëgjueshëm, të durueshëm dhe të denj. Shndroje popullin të cilin e shëlbove me gjakun tënd. Dënjohu që trupi tënd të lavdishëm t'ja përngjasosh të vdekurve tanë, ndërsa ne na jep që njëherë së bashku të bëhemi me ta pjesëtar të lavdisë sate. Shndroje popullin të cilin e shëlbove me gjakun tënd. Ati ynë që je në qiell u shetrofte e mryt, ardh mbretëria jote, u bëvt vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj i gjithëpushtetshëm dhe jam shuar, ti që për t'i dhënë njerëzimit shembullin e përvujtrisë, deshe që shëlbuesi ynë të mishrohej dhe të vdiste në kryq, bëj në mirësi që t'i përngjajmë atij në durim e të marrim pjesë në të ngjallurit e tij, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.